Lindin e Boletin të Mitrovicës, por 52 vjet me vonë u vranë në Podgoricë, edhe varën Isa Boletini për gati një shekull e kishte në shtetin malazes. E kthimi i shtrave të herojit në vendlindje nuk ishte i lehtë, por në vitet e 90-ta këtë mision e mori përsipër një imam nga Mitrovica. Bëhet fjalë për Mulla Aslan Muratin. Një biti në gjati zbulon se si nisi procesi i vështirë për kthimin e ishtrave të herojit në Kosovë. Presidenti historik ka organizuar nëpërmes Laty Berishit se qysh me fillu me bo bartjen e ishtrave. Në atë kohë ka qenë shumë kohë e rëndë, edhe disa veç të flasëm edhe haptaze, nuk ka qoftë askush të merr timonin edhe të shkon e të bën bartjen e tyre. Kë në atë kohë organizon. Pas kësaj imami Mitrovicas mori rrugën për Podgoricë, me të arritur tek varri Isa Boletinit, Mulla Aslanit, para i doli një mundësi e artë. E shohin se ai vend ka filloi fushë sportive. Edhe me atë rast, këtë thotë kena një unë pozitive për shkak se sipas fesë tonë, sipas fesë islame nuk lejohet shkelja e varrezave. Edhe e bojnë një shkresë në gazetën e Podgoricës të atëhershit, se nuk thonë që mu lajmëru që janë ishtrat Isa Boletinit, po familjarët e këtyre po më të varrezave po kërkojnë me i tërhiq ishtrat. Pas kësaj autoritetet malazeze e lejuan tërheqjen e ishtrave, këta për një kohë u ruajtën në Bashkësinë Islame të Mitrovicës. Nga këtu u varrosën tek xhamia Haxhi Veselit, ku qëndruan gjatë kohës së luftës. E me të përfunduar lufta, situata krijuar në Mitrovicë e frikësoi Mulla Aslanin. Kështu ky nisi edhe një mision sekret, të cilin e dinin vetëm disa familjarë. Mas një kohë shkurt ka organizuar familjen e ngushtë edhe me disa njerëz, edhe mrena natë i kena vendos në shtëpinë e ndjerit Mulla Aslanit, ku ato ka qenë në garazh shupë e drogë, edhe i kena shti qashtu me saldim me krejt. E në vitin 2015, një shekull pas vrasjes, Isa Boletini u rivarros me nderime shtetërore në oborrin e kullës së tij në Boletin.